Kryebashkiaku i Tiranës ka humbur dhe një tjetër kërkesë në gjykatën e apelit. Aparati celular personal i Erion Veliajt do të vijojë të qëndrojë bllokuar. Shkalla e dytë vendosi të rrëzojë kërkesën e kryebashkiakut, i cili kërkonte rikthimin e telefonit. Ky sendi u mor me 10 shkurt kur agjentët e BKH e ndaluan në zyrën e tij. Një ditë më parë po kjo gjykatë rrëzoi një tjetër kërkesë të kryetarit të bashkisë, atë të daljes nga burgu. Provat e sjella nga SPAK bindën gjykatën e posaçme për ta miratuar vijimin e masës së sigurisë arrest në qeli për të. Po ashtu, vendim u mor dhe për Elman Abulen, që po ashtu do të vijojë izolimin në shtëpi. Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Në këtë dosje përfshirë është dhe Ajola Xoxa, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës. Sipas SPAK, 5 biznesmen që po ashtu janë nën hetim kanë marrë fonde nga Bashkia Tiranë për punë publike dhe që më pas i shpërndanin në disa OJF, që menaxhoheshin nga Ajola Xoxa. Avokatët e kryetarit të bashkisë pasi kanë humbur në 2 shkallët e gjyqësorit, po presin vendimin në gjykatën e lartë, ku po ashtu kërkesa e tyre është lirimi nga qelia.